Angli, edhe në Itali, edhe në vite tjera. Në shumë vende. Arsëtimet që i bën qeveri, unë jam të dëgjuar edhe 2 onë, dhe me thonë edhe këto prononcimet që i bën her pas here di Roma, ato janë atë shesharake, sa që në gjykimin tim, ato janë në fakt, edhe Roma është vetëm nuk e blerë kohë, unë me dëj edhe shpresoj që kjo qeveri, po edhe opozita, se edhe opozita këtu nuk është pa mkate, nuk po du me amnestua se ta. Të 2 palë kanë, si me thonë, kanë... Nuk më dhe pankarta është Rama-Hamburg, Berisha-Hamburg. Po, edhe kjo është e mira e kësaj se të thotë protesta është një lej, është edhe një porosie, një etike, një morali të ri, pra një Shqipëri e tre, e cila duhet të ribët. Unë kam dëgjuar edhe janë tjera pak ma ekstreme, se në Shqipëri, në këto 3 dekada unë kam vrejtë, se unë kam edhe një pronë, negociata me marrë dhe shtetësinë shqiptare, e kam vrejt një farë zbehje të, si me thonë, këti elementit të nacionalizmit. Kjo protest, gjykimin tem, i alarmon të gjithë, edhe nuk kanë të drejt ata që thonë se nacionalizmi është strehë e horrave, kjo fjalia e famshme. Në gjykimin tim, kjo tash fakti dhe akti që janë alarmu të gjitha shtresat, nga të gjitha trojet, ka shqiptarë Shqipërisë, të Qamarisë, Preshevës, të Macedonisë, Shqipërisë, Malit Zi. Pra, gjithandej edhe kanë, veç shpjegohem, e kanë një frikë që në rast se pushteti apo opozita do të mundohet ta fusat virusin e përçarjes. Aja thënë një e famshme divide et impera, përçarje dhe sundo. Në rast se ky projekt, kjo lëvizje tektonike fillon me mendu për privilegjet e ardhshme të një pushteti të ri hipotetik, atëherë unë mendoj që kjo është rrezik. Por duke parë këta të ri që nuk kanë hipotekat shkaluarës, kanë vetëm një vizion. Kanë vizionit që Shqipëria më bë e mirë, Shqipëria një Shqipëri e re. Se mos themi edhe një Shqipëri etnike në tarme me pas së shpresë. Për shkak se synimi, ambicia, po edhe refleksioni shqiptarë, bile sidomos tek ne në Kosovë, është gjallë, edhe ne shpresojmë që Kosova, se Kosova nuk e ka finalizuar projektin e vet të shtetësisë, në rast se ka pengesa serioze. Atëherë pse mos hapet të hapim kartat, pse mos ta shqyrtojmë edhe punën e bashkimit kombëtar, bashkimin në kuptimin se ka këtu shumë keq kuptime. Disa mendojnë që bashkimi mund të bëhet edhe përmes bashkisë evropiane, integrim. Mirë po, mos harrojmë, bashkia evropiane si arkitekturë, që unë i them studentëve, është një si me thonë, një ndërtesë e ftoftë ku secili ka, si me thonë, ato ingerencat e veta, ka ambientin e vet. Tema e kthimi ka fuqizimi i shtetit, një shtet kombëtar jam të folë, unë mendoj që është në horizont, duke bazuar edhe në këto ndryshime tektonike që janë të ndodhur. Ajo që ka në nevojit e neve shqiptarëve në Shqipëri, në Maqedoni, edhe në Kosovë. Këto ndryshime, kjo revolt për Maqedoni, në Tiranë, do më thënë e shpiknisja, hapja rrugës për një bashkim kombëtar, këtu do të ndalet bani komentuaj edhe për deklaratën e kryeministrit që i ka kritikuar, duke i cilësuar që po hedhin gujin dhe po fshehin dorë nga Tetova, e në the thash, kanë të drejtë shqiptarët në trevat e tjera që të shqetësohen për atë që po ndodh edhe të marrin pjesë në Tiranë? Zotri, ta sqarojmë një punë. Edi Rama në mos pare nuk është shqiptar. Do ta them publikisht. Edhe mbaj përgjegjësi këtë që po flas. Ai thuhet që është shqiptar, po është të punu kundër interesit shqiptar. Dhe ai duhet të shkojë në histori. Gjykimin tim, sa më shpejt që të shkoj, as më mirë për Shqipërinë dhe për shqiptarët. Këto janë arsyetime banale. Ne shqiptarë nuk duhet ta fshihim, ka kohë që ta shpalosim edhe idenë dhe konceptin e bashkisë, e bashkimit. Çfarë forme do të merr, si do të shkojë? Këtë nuk e di.
por kur përmenda idenë dhe konceptin e bashkimit përmes kësaj arkitekturës së bashkisë evropiane, tu ka dilema të mëdha. Mas pari, në Bruxelles, ne jemi dëshmitar që të ndodhë dy procese. Një proces dezintegrues edhe një integrues. Fakti dhe akti që Amerika nuk është, apo kjo administratë themi ma konkretisht, nuk është bërë një farë përkujdesje të mateme, prej pas luftës e ka ndej, luftës dytë botërore ka ndej, Amerika është përkujdes për krejt, si me thonë, proceset dhe zhvillimet që ka ndodhur në Evropë. Fakti dhe akta që Amerika, apo kjo administratë, është duke u tërhequr prej ambicjeve për ta menaxhuar apo për ta bërë një farë bikqyrje ushtarake, politike, ekonomike, sociale, kulturore mbi Evropën, kjo ta jep një mesazh